Rrëfimi i vajzës së lirë. Në kthesën e fshatit të Gurit të Zi, ku malet prekin ret dhe traditat janë të thella si rrënjët e lisave të lashtë, unë kam jetën time të pazakontë. U martova herën e parë me Agimin, kur isha 18 vjeçe. Ai ishte 52 vjeç, djali vetëm i një familje të madhe toke, që kishte nevojë për një grua, për të drejtuar shtëpinë dhe për të pasur një trashëgimtar. Martesa u bë me pranim të prindërve të mi. Ati im kishte borxh ndaj familjes së tij dhe kjo ishte mënyra për ta shlyer. Asnjëra nga vajzat e tjera të fshatit nuk donte të martohej me të. Jo për shkak të moshës, por sepse nuk kishte gra të tjera në shtëpinë e tij dhe puna do të ishte e rëndë. Ti do të jesh zonja e shtëpisë, më tha nëna ime, duke më rregulluar flokët para dasmës. Nuk do të kesh motra martore për të grindur me to. Dhe kështu u bë. Për 4 vjet, unë e drejtova shtëpinë e madhe të Gurit të Zi, u mësova të llogarisja, të gatuaja për punëtorët, të kujdesesha për pleqtë e shtëpisë. Agimi ishte i sjellshëm, por i largët, si shkëmbi i malit. Jetuam si bashkëshort, por më shumë si bashkëpunëtor në një projekt të përbashkët. Kur Agimi u sëmurën dhe vdiq, pa lënë trashëgimtar, mbeta e vetme në atë shtëpi të madhe. Sipas zakonit, vëllai i tij Koli, 50 vjeç e 5 vjeç, duhej të martohej me mua për të mbajtur tokën brenda familjes. Unë tashmë kam një grua në qytet, më tha Koli, sinqerisht, ditën para martesës, por ajo nuk do të jetojë bashkë me ne këtu në fshat. Ti do të vazhdosh të drejtosh shtëpinë këtu. Dhe kështu bëra, gruaja e fshatit e Kolit, ndërsa ai kishte gruan e qytetit për shoqëri në jetën e tij tjetër. Ishte një marrëveshje e pazakontë, por në fshatin ton, ku shumica e burrave kishin emigruar dhe gratë e reja nuk donin të vinin të jetonin në malet e thata, ky ishte kompromisi. Por unë, midis këtyre dy martesave, gjeta diçka të papritur. Liri. Nuk isha si gratë e tjera të martuara që duhet të raportonin çdo lëvizje tek burrat e tyre. Unë administroja tokën, vendosja për çmimet e pemëve në ara, drejtoja shitjen e djathrave dhe tjera. Kur Koli vinte një herë në muaj nga qyteti, ne bisedonim si partner biznesi, jo si burrë e grua. Ditën kur mbusha 22 vjet, erdhi në shtëpi një grua nga një organizat për të drejtat e grave. Ajo dëgjoi historinë time me sytë gjithnjë më të hapur. A je e lumtur, më pyeti? Mendova për një moment. Nuk jam e shtypur, nuk më godet askush, kam autoritet, kam punë që më pëlqen dhe kam 2 burra që më lën të lirë, por nuk je e dashur, tha ajo me keqardhje. Kështu mendova dhe unë në një kohë, derisa një mbrëmje, duke parë diellin perënduar pas maleve, kuptova diçka. Dashuria nuk vjen gjithmonë nga burri. Ajo vinte për mua nga toka që kujdesesha, nga shtëpia që ruaja, nga gratë e tjera të fshatit që më këshillonin për çështjet e tyre, nga kënaqësia kur shikoja punën time të bërë mirë. Sot, kur shoh gratë e tjera të martuara me burra të moshuar në fshatin ton, kuptoj që secila histori ka nuancat e veta. Disa janë të shtypura, disa janë të lira si unë, disa kanë gjetur mënyra të pazakonta për të jetuar në një botë që po ndryshon ngadalë. Unë jam martuar me 2 burra, sepse në fshatin tim nuk ka gra, por jam bërë diçka më shumë. Jam bërë shtëpia vet. Dhe kjo më duket është liria më e madhe që një grua mund ta gjejë, madje edhe brenda 2 martesave.